Nëse Partizani ka mundur Elbasanin në Rushdi Bizhuta duke barazuar në kuotën e 25 pikëve, merita më e madhe takon kapitenit Orges Shej. I shkëlqyer gjatë gjithë ndeshjes, portieri të kuqve pret 11 metërshin në minutën e fundit të ndeshjes duke i dorëzuar 3 pikë fundamentale skuadrës. Një 2009 të tillë nuk e kishte imagjinuar as tifozi më i zjarrti i Partizanit. Mes problemeve financiare dhe largimeve të lojtarëve kryesor, Partizani i shpëtim Duros arrin 5 fitore në 6 ndeshjet e fundit, duke mbyllur fazën e dytë të Superligës jo vetëm larg zonës së rënies nga kategoria, por edhe në pozicionin më të favorshëm nga 6 skuadrat e fundit. Surpriza kryeqytetase i shkakton edhe humbjen e parë Faruk Sedinit në kryet e Elbasanit, që pasi ka ndaluar 2 skuadrat kryesuese Vllaznin dhe Tiranën, detyrohet të dalë kokulur nga Rushdi Bizhuta përballë të kuqve. Pas goditjes së dënimit të Vrapit, Elbasani e rrezikon sërish me Fagun, por Shej që mban rrjetën të paprekur me një ndërhyrje spektakolare. Duro nuk ka ndryshuar në krahasim me skuadrën që mundi besën, ndërsa presioni i vendasve është asfiksues në pjesën e parë. Edhe Karçev provon të shënojë në portën e Partizanit që është e magjepsur për verdhëblut. Kundërsulmi të kuqve funksionon dhe Ngjela jep shenjën e parë të jetës. Diagonalja e sulmuesit bllokohet nga portieri, por në minutën e 31 Partizani gjen avantazhin. Kundërsulmi të kuqve gjen të papërgatitur mbrojtjen e Elbasanit. Ngjela pason për Begën që mposh portierin me një goditje të saktë. 1-0 që shokon Elbasanin, i cili provon të ndryshojë shifrat përpara se të zbresë në dhomat e zhveshjes, por pa rezultat. Sedini rinis lojën me një zëvendësim për të ndryshuar atë që nuk po funksiononte në skuadrën e tij. Abaza i shfaqet me një rrezikshëm, por sulmuesi tërësisht i lirë godet shumë keq me kokë. Gabimet para portës që do t'i kushtojnë ndeshjen e Elbasanit vazhdojnë. Fagu i vetëm përballë Shejit të çon topin mbi travers duke humbur mundësinë e radhës për të barazuar. Duro mbrohet duke larguar nga loja Gjylën, ndërsa është një sfidë më vete Abaza e Shej, gjithnjë me fitues portierin e Partizanit. E në minutën e fundit të lojës, Pashaja akordon 11 metësh pas një kontakti të dyshimt mes Capos dhe Vrapit. Duro tërbohet nga mundësia për të humbur 3 pikët e fituara deri në atë moment, por eroi i ndeshjes bëhet edhe një herë Shej. Nga pika e bardhë, Vrapi nuk kalon dot kapitenin e Partizanit, që i dhuron tifozëve fitoren e çmuar të 5 në 6 ndeshjet e fundit, që distancoi kryeqytetasit nga fundi.